Bravo bre, o sa mirë. O çfarë lezeti, që shper rafshoj ka knej. Halal. Fantastike. Menzi po pres me po asfalt këto. Apo ju kujtohet rruga Arif Shala në Krush të Madhe në gjendje të mërshme u konë. Reportazhin e pare ku mbo me 26 maj të këtij viti. Opa. Se sa është në qitë gjendje që shtu? Na kemi dalë kënë shpia që 8 vjetë, që 8 vjetë njëjtë është. Që 3-4 kera jem ka i prishi, në për që rrugë ty kalu. Qëre mas nej, me 26 maj, kur kum shku të drejtori i shërbimeve publike në këtë komunë, Albner Mulla Abazi, kur e kum pyt, kur ka me intervenu komuna, qëre që ka thonë? Fillimi qershorit ka me u konë me punimet në pjesën e rrugës. Ka fillimi i mujit qershor, maksimalisht kanë me fillu punimet. Kur kum shku me 2 qershor, veç patëm fillu punimet, largimin për gaditjen e terenit. Qëre tash kur e kum vet Albnorin përap, kur ko me u përfundu si projekt, kjo rrugë, kur ko me u asfaltu përfundimisht, qëre që më ka thonë? Diku ka shtatori besem që veç ka me përfundu. Deri në shtator ka me përfundu. Na kena shku 1 muj ma vonë, do me thonë 8 orë. Edhe këqëre që kena gjithë. Mungën asfalti. Edhe në fund shtatorit, prej majit, kur kemi raportu për herë të parë, para me ndojeni tash. Do me thonë rruga e pa asfaltume. Qëre tashti kur e kena thirë Albnorin prap me vetë, pse nuk është asfaltu alo rruga që në ka thonë? Kem betur vetëm tek asfaltimi i rrugës, për arsye se nuk kem ujt me bo, janë rjeti i Kecit, janë 4 shtyllët që kem kërku me i zhvendos, por nuk jam arrit d'akordim ende me Kecin për me i zhvendos këto shtyllët. Ja ka gjujt përgjithsin Kecit, e cila është supozu me i zovencu shtyllat elektrike të vjetra, me i vendos të rejat. Qëre tash na kur kena fol me Kecin, çka na ka thonë? Në momentin që komuna i kryen këto punime, atëherë Keci do të bëjë punët elektrike. Do me thonë ka metë si pezull kjo farë pune, për një kohë, nuk u dike tash t'i Kecia po intervenon, as po intervenon, a kur po intervenon, e kishim të pa mundur me kontaktu direkt me ta dhe me na jep një përgjigje konkrete. Si do qoftë unë e kom vazhdu me i shkru Albnorit në mesazh, edhe me pyet a ka ndonjë të re. Herën e fundit që i kum shkru nuk ka kthy përgjigje, që këqërëni. E kish pas bo mas nej një postim Albnori për një rast tjetër që s'ka të bëj me këtë rrugë, edhe unë që aty ja kum qu një koment, ja kum bo pse s'po përgjigjesh. Kur ko me u asfaltu, fjall për fjall nashta jo, po qështu diçka u konë. Kur ko mu asfaltu rruga Arif Shala, pse nuk e kthy përgjigje alo. Këqëre që ka na ka thonë tash. Do me thonë, në ka thonë, kompania ka filluar punimet për asfaltimin e rrugës pas largimit të shtyllave. Faleminderit Burim Pacollit të pres gjatë asfaltimit në Krush të Madhe. Na erdhëm sot, edhe fatmirësisht, i gjetëm kompanin këtu të punu edhe të eshtru këtë shtresën e fundit para asfaltimit. Ta shton qa po du me bo është me thirë Albnorin prap, edhe me pyet kur ko me u vendos shtresa e pare asfaltit, në mënyrë që na me pos më të letë mas nej me ardhë qatë ditë prap me majtë përgjec, për shkak se na ka thonë qysh në 7 orë ko me fillu asfaltimi, na jena qitashti 9 orë, edhe tek qitashti po do këtë që është afru puna. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje Albner, si je? Mirë, faleminderit Burim, tu si Që, mirë, faleminderit. Na erdhëm këto të rruga jemi, po e shohim që këto pas ka logjistik janë të e hedh me gjas këtë shtresën e fundit para asfaltimit. Po. Të rruga Arif Shala, nëse se ki qartë. Po. Do shta me të pyetën e kur fillon taman shtresa e pare e asfaltit, kur kom ju hedh? Po i varësisht për kushteve atmosferike që nuk bjen shi, atër mund më kënë pranda shumë pak ditëve. Po nëse prishet koha, atër do të me... Që t'javë nuk prishet koha, se e kemi këshyrë, s'po di tash a e keni me nëzitim me kryt mrena që sa jave. Po e me nëzitim e ke me kry. Po? Se sa ma shumë qarina e veç po dëmtohet edhe kompanije shkon... Po. Dëmtohet, është të punu aty, janë të veç peshe edhe vetë që buqit e shtresa e funit para asfaltit, besoj që shumë shpet kryet, nuk mujna me fol me ditë sakta.
Po, kryet nëse shumë prishet koha mas një jave, nashta i shkon ide ma e mirë me kry brenda javës, se këtu s'pas ka punë mo. Që ato po mundohem edhe na. Duhet me llogaritë edhe pjesën e kohës për me dhënë një datë saktë. Që mos më ka pastaj për fjalë që i thon për nesër e nuk u bë. Po, për shkak se ti ke thonë shtator përfundohet kjo, na tash jemi në Ka nëntor. qenë probleme tjera. Po, E din që kem me pas me kecje. kec problem, dhe sa i kanë largu shtyllet, edhe një pjesë shtyllave prapë i kem largu natave që i kanë zhvendosur rjetin, pjesën tjetër e kanë lënë shtyllet në rrugë, i kem largu me kompaninë. Do me thonë, na tha që brenda pak ditëve, unë shpresoj që ka me qenë brenda pak ditëve. Kena me ardhë në apet, kena me shkru prap Albinorit, kena me nejtë kontakt me të, unë nuk po dyshej që ko me u asfaltu kjo rrugë, mirë po veç kur është pikpyetja ma e madhe, se për që po punohet, okej, po punohet, po derisa të vendoset shtresa e parë për shkak se këtu ka pas problem që 8 vjet, thot ajo banorja që na ka lënë knej, që 8 vjet është në këtë gjendje. E po besoj që më në fund po vjen përfundimi i kësoj rruge, na po shpresojmë që ka me qenë çështje ditësh, jo çështje muajsh, asfaltimi i kësoj rruge. Mos harroni, se cila storje jam teren, mundsohet prej Pozhegu Brothers. Do me thonë, Pozhegun e kom sponsor general, që kjo puna krejt që bëhet është falë edhe tyre normalisht, që siguroni me vizitu pozhegubrothers.com ju që jeni të interesu me investu në patundshmëri njerëz. Qovë banesa, qovë shtëpia. Unë jam Burim Pacolli, mos harroni, me që ta amërëm gjenin këtë platformat ku dhe që jeni ju prezent, jam edhe one. Siguroni me ma bu një follow, më një shumë.